الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. I gjithë falënderimi absolut i takon vetëm Allahu Gjelle wa Ala. Përshëndetjet, mëshira Allahu Gjelle wa Ala qoftë mbi më të mirin dhe zotëriun e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Në librin Kitabu Tauhid kemi mbetë te kaptina e yjeve. Kaptina e yjeve, që në gjuhën arabe quhet et-tanjimu. Dhe Allahu te bareke ve teala I ka përmend yjet. Pse hoxha ka sjell kaptinën e yjeve? Sepse arabët e kanë stërzmadhue frikën prej yjeve dhe kanë besuar në yjet si fuqi hinore. E a besojnë sot kjo ignoranca e re në yjet? Po besojnë. Bile ma shumë se sa arabët. Ma shumë se sa arabët. Horoskopin ta cesin në çdo vend. Horoskopi është me besimi në yjet. Horoskopi është besimi në yjet. Andaj gati s'ka xahilet pi xahileteve të arabëve, vetëm se në një formë të ndryshme e kanë bërë edhe sot ignorantat bashkohor. Thotë hoxha ma jaa fi tanjim, që ka ardhur në yje. Ka thënë Buhariu rahimahullah në librin e tij, qale qatadatun, ka thënë Qatadia, khalaqa Allahu hadhihi an-nujum li thalath. Allahu I ka kriju yjet për tre sende, për tre urtësi. Zinatun lis-sama, me zbukuru qiellin. Wa rujuman lish-shayatin, dhe mi gjujt shejtanat. Mi gjujt shejtanat. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha. Qiellin e kemi zbukuru me yje. Wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin, dhe e kemi bërë goditje për shejtanat. Këto është argumenti. Wa alamatun yuhtada biha, dhe shenja me të cilat udhzohen njerëzit. Thot Qatadia, faman ta'awwala fiha ghayra dhalik akhta'a wa adaa nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Thot kush e komenton yjet, apo kush mundohet me studiu yjet jashtë këtyre tri rrugëve, thot ka deviju dhe ka komentu diçka që Allahu nuk e ka çel atë derë të dijes. E para, e ka zbukuru Allahu qiellin për neve. E ka zbukuru qiellin për neve. E dyta, urugjumen li shayatin, I godet Allahu me ato shejtanat, sepse shejtanat e kanë fuqien e fluturimit të madh. Dhe njëri ashtu ka kriju Allahu krijesën, khuliqal insanu min ajal, njeriu është krijuar prej çkajt, prej shpejtësisë. Nuk doron me ditë çka ka nesër, dhe dëshiron skicënat me ditë. Shejtanat gjinat fluturojnë dhe ecin për qiell dhe këshirin çka ka. Mirë po pengohen të qielli I parë, dhe Allahu xhallahu ala I ka bëhe yjet mi gjujt me ata. Dhe e treta, alamet, shenja me të cilat njerëzit I din udhët. Përpara nuk ka qenë kjo zhvillimi I sodit, të cilat njerëzit I din rrugët shumë më mirë dhe shumë më lehtë dhe janë të modifikuar më shumë dhe të përparuar më shumë. Përpara me yje. Me yje kanë ditë se ka shkohet dhe ka është rruga. Thot Qatadia, kush I komenton yjet me këto jashtë këtyre trijave ka humb. Andaj dietar kanë thënë se nuk lejohet as me lexu horoskopin. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë vetëm me shkuet e fallxhori. E kjo tash nëse neve na paraqitet në ekran, kjo është si me shkue. Ti dush me largu asaj. Nuk ban me kliku horoskopin. Pse? A e din se është dënimi 4 ditë pranohet namazi. Ti dush me fal namazin, po s'pranohet Allahu te bareke ve teala. Pse? Për shkak se I ki hini derës e cila është shumë e rrezikshme. Është një derë e cila është shumë e rrezikshme. Pastaj hoxha ka prua një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë nga Ebi Musa
al-Ash'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yadkhuluna al-janna. Tri lloj të njerëzve, tri klasa të njerëzve nuk futen në xhennet. Mudminul khamri, ai i cili vazhdimisht pi raki, ai i cili vazhdon me pi alkool pa ndal. Dhe kjo rreziku i vazhdimshmërisë në mëkat. Ibn Qayyimi ka folë në librin e tij Sëmundja dhe Ilaçi, dallimi mes atij i cili e bën her pas here në mëkat, sepse s'ka mundësi me dal prej njerëzorës së cilën e ka kriju Allahu xhallahu ala, sepse Ademin kur e ka kriju me një herë ka rënë në mëkat. Mirë, po rreziku ku është idman, me bë vazhdimshmëri të mëkatit. Mudmin. Andaj pejgamberi më ka thënë, nuk futet në xhennet ai i cili vazhdon në pirjen e alkoolit. Mirë, a hin këtu mëkatet tjera? S'ka dyshim. S'ka dyshim se futen edhe mëkatet tjera. Andaj ka thonë Ibn Abasi, kem min dhembin saghirin, ka thonë sa mëkati i vogël tek Allahu xhallahu ala bëhet i madh. Pse? Sepse robi është atë vogël. Hajde se s'ka lidhje. Hajde se s'ka lidhje, hajde se s'ka lidhje, hajde se s'ka lidhje, tek Allahu xhallahu ala bëhet i madh. Dhe ka thonë sa mëkati i madh tek Allahu është i vogël. Pse? Ka thonë se robi e ban dhe vazhdon me qenë parasyve të ti derisa ja thën zemrën, e kur ti thejet zemra te Allahu i falet. Kur ti thejet zemra robit tek Allahu xhallahu ala i falet. Mudminil khamr, ai i cili vazhdon me pi vazhdimisht, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk futet në xhennet. Wa qati'ur rahim, dhe ai i cili i kput lidhjet farefisnore. Një prej mëkateve të mëdha është kputja e lidhjeve farefisnore. Nga se kputja e lidhjeve farefisnore, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith që ne ka përmend nga Allahu te bareke ve teala, sepse rahim është e marrë fjala prej Rahmanit, prej Allahu te bareke ve teala. Andaj rahim, ju për ndëgjoni, rahim prej rahmetit, prej mëshirës të Allahu te bareke ve teala. Madje Allahu xhallahu ala kur i ka kërcënu munafikat, ka thënë, a mos pritni ju munafikat që ti mirni frenat e pushtetit në dorë e ti kputni lidhjet farefisnore. Ka thënë Ibn Qayyimi, shikoni kur zullumçarët e kanë pushtetin në dorë, pastaj shikoni lidhjet farefisnore mes njerëzve. Janë të shkëputura. Pse? Sepse ata sistemin e ndërtojnë mbi kputjen e lidhjeve farefisnore. Kputjen e lidhjeve farefisnore. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa musaddiqun bis-sihri, dha i cili e beson sihrin. Kto është hoxha ka prua për këtë fjalën e fundit. Dha i cili beson sihrin. E na kena thonë se shirku këtë është sihr, këtë magji, këtë rrena. Pse? Se Allahu në realitet s'ka ortak. Kur ti thoje ditën e gjykimit, ejnë el gjebbarun, ku janë kriminelët dhe mendjemdhojt, kur kush nuk fol, bje sihri, se shkputet rrena, bje rrena në tokë, e kështu me radhë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend musaddiqun bis sihri, ai i cili beson sihrit, apo me përkthim bukfalisht, ai i cili e miraton. Ndonjëherë miratimi njerëzit thonë nuk e besoj me zemër. Andaj pejgamberi ka thënë musaddiq, e miraton. Çashtu ka. Ti del lajme ati në ekran dhe ti e beson. Ajo sihr. Ai ta ka përgatit që ti me besu dhe me miratue, dhe kështu me radhë ti me prish akidën tonë. Andaj duhesh murujt. Na kena përmenë se prej qëllimeve të akidës është besimtari mos me shit menën me qira. Mos me shit menën me qira. Po me besu që ka orë për janës Allahu te bareke ve teala dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadith tjetër, kaptin tjetër ka thonë hoxha, ma ja'a fil istisqa'i bil anwa. Çka ka ardhur në kaptinën e kërkimit të shiut me yje. Shikoni këtë kaptina, edhe kur kena folë për sihrin, ka qenë çuditshme se çka kanë besuar arabët prej sendeve shumë të ulta dhe shumë mengjëlehta, apo. Mirë pa dhe sot nuk janë njerëzit shumë ma të përparuar. Kanë kërkuar shi prej yjeve. Po dhe sot njerëzit, krejt shpresat i kanë të lidhur me partia. Ato janë njerëz, apo. Hajnë dhe pinë dhe dalin për jashtë. Hajnë dhe pinë dhe dalin për jashtë. Njerëzit i lidhin zemrat me ata, i lidhin zemrat me kushtetuta kështu me radhë, i lidhin zemrat me ndërkombëtar. Thus ata Allah janë, kur thojnë baut dhe baut. Apo, çak një problem do, takshirmi shka po thojnë ata. Takshirmi nështë na dalin dim. Kjo është prej zbrastinës të cilën e kanë prej nga ona Allahu te bareke ve teala, sepse ata nuk e kanë realizu fjalën Allahu xhallahu ala, ja ayyuhan nas
U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. O ju njerëz, adhuroni Zotin e juaj i cili ju ka krijuar. Kayfa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. O ju njerëz, si muni me mohu Allahun xhallahu ala i nikon të vdekur? Si ka mundsi njeriu i cili ka marrë jetën pi atina me mohu ata që e ka dhënë jetën? Kjo kufër i madh. Wa kuntum amwata ju nikon të vdekur. Thumma ahyaakum ayu kan gjallë juve. Thumma yumitukum pastaj ja u marr shpirtin juve. Thumma ilayhi turja'un dhe në fund ktheheni te Allahu xhallahu ala. Andaj zbrastina e akides në zemrën e njeriu e shtim me besue se në të kota, çelbsina, pa lidhje se në. Pa lidhje se në. Andaj hoxha ka thënë kaptin të cilën ka ardhur nga kërkimi i shiut prej ijeve. Ka thënë Allahu te bareke ve taala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Dhe ju hisën e falenderimin ndaj rrezikut tuaj e përgënjeshtroni. Ka thënë Ibni Abbasi në koment të ajetit se ju në vend se me falenderu ata shka ja u zbit rrezikun, ju e përgënjeshtroni ata dhe falenderoni dikant tjetër. Njeriu është kështu, kefur, mohues i madh. Dhe ka thënë Allahu xhallahu ala qutila al insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfa. Ka thonë mallkuar qoft njeriu sa mohues i madh që është. Min ayi shay'in khalaqa, ama prej çka është krijuar? Min nutfa, prej një pikës të ujit. Prej një pikës të ujit, pikur gjohiqit, e ka kriju Allahu te bareke ve taala këtë njeri, dhe ai ngritet dhe mendon se është palekushi dhe mohon Allahu te bareke ve taala. Dhe ka thënë Allahu xhallahu ala wa taj'aluna rizqakum, dhe ju e bani hisën e falenderimit për rizkun tuaj, ennekum tukadhibun, e ju e përgënjeshtroni ata shka do të me falenderue dhe e falenderoni ata shka s'meriton falenderim. Kjo ka prue kaptin nga Ebi Malik el-Esh'ari radhiyallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë arba'un fi ummeti min emri l-jahiliya. 4 sende në umetin tem janë prej çështjeve të jahilietit. La yatrukunahunna, asnjëherë s'kan milan ato. Asnjëherë s'kan milan ato. E para, el fakhru bil ahsab. E para, kanë mu krenue me farefis, me nacionalizm. Fakhr është mu krenu me shit fodollok. Kush jamune, a e di pe i kajt jamune. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë njërin prej shokëve të tij duke u krenu me babën e vet, a e di djali kujna jam une? A e di çka i ka thonë? Edhe nuk është turp me përmend se nuk jam më i turp se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë bani selam filanit në të shkojë dhe t'ja puthe organin babës vet. Pse? Ka dosht me shtyp dhe me shrënjos këtë sen që ka smeriton më krenu njeri. A e di djali kujna jam une? Qka ka këtu më krenu e se i e djali filanit? Qka ka? Në ketjena, më vazhdim të adit ka thonë, nërsa kretjena për Ademit, nërsa Ademi a për Loqit. A meriton njeri me më krenu për Loqit sa është? Ja. A dhe ka thonë, shkojnë të japuthe organin babës vetë, sallallahu aleyhi wasallam. Këtu për nga mësëm ka thonë, 4 sende umeti jam si le. Ka thonë Ibn Tejmija, argument se këto sende nuk i le umeti është se këto janë prej gjunave të mdoja, mirë po nuk e nxjerrin njeriun prej fejes. Argument se ka thonë min ummeti, prej ummetit tem. Prej ummetit tem. E para, kanë mu krenu e thash me farefis. U e ta'nu fil ensab. Dhe e dyta ka thonë, dhe kanë mja sulmue dhe kanë mja nënçmue fisin tjetërit. Apo, nëse është për një fisit, e sulmon tjetërin. Nëse e ka një mbjemër, ja sulmon mbjemërin ati tjetërit. Këta nuk e lanë njerëzit. Edhe set na jena dëshmitar të kohës të cilën e jetojnë, ase njerëzit krenohen me familje, me nacionalizme, e kombe, kuta diçka, ato s'kan fare pse mu krenohen. Allahu te bareke ve taala ka thënë: "Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum inda Allah yatqakum." Ne kemi vë popull dhe fise li ta'arafu, që mu njoft në mëzveti. Inna akramakum inda Allah yatqakum. Dorsa më i ndershmi te Allahu xhallahu ala kush është? Etqakum, ai i cili është më i devotshëm. Me devotshmëri mbahet ka mundsi njeriu mu krenue. Emma fa bi ni'mati rabbika fahaddith. Me të mirat e Allahut krenoju. Ama me diçka që njeriu
i vend turp me përmend, mu krenua, nuk ja vlen. Pastaj ka thonë, wal istisqa'u bin nujum. Edhe këto e ka pru hoxha hadithin. Dhe kanë me kërkue shi prej yjeve. Kanë me kërku shi prej yjeve. Uenni aha dhe e katërta vajtimi. Kanë me vajtue të vdekurin. Djetarët ka folë Sheikhul Islam Ibn Taymija rreth këtij hadithit, edhe Ibn Qayyimi, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fut një pjesë të cilën është e shirkut në mesin e 3 mëkateve të mëdha. Pra, e para, mu krenu me farefis, mu krenu se gjali filanit jam une, e kujta diçka, edhe me nënçmu fisin tjetër, edhe me vajtu të vdekur janë prej mëkateve të mëdha. Mirë po, kërkimi i shiut prej yjeve është prej shirkut. Mirë po, disa djetarë kanë thonë, në këtë hadith është fut ky lloj i shirkut, duke e pas për qëllim shirkun e vogël. Nëse ata mendojnë sepse se yjet janë sebeb, mirë po, jo se Allahu xhallahu ala kur t'i jep urdhër. Ne kena përmendur se nëse Allahu diçka ka caktuar sebeb, nëse njeriu lidhet për sebepin, kjo është shirk i vogël. Se lidh zemrën me dikant tjetër pas Allahut te bareke ve teala. Mirë po, nëse mendon se sebepi vetvetiu në mënyrë sovrane, pavarur, ndikon në ndryshimin e sendeve, këtë çka është shirku i madh. Shirku i madh. Pse? Sepse s'ka lëvizje pa lejen Allahu te bareke ve teala. Sidoqoftë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtë hadith, ndërsa Imam Ahmedi kur është shpirt për këtë lloj në haditheve, se kjo është për hadithet të cilat është mushkil në gjuhën arabe, është pak i koklavitën për më kuptu. Jo se pejgamberi sa më ka folë se të koklavitura, po na nuk e dina urtësien. Ka thonë Imam Ahmedi, hadhihi al-ahadithu tumarru kama ja'at. Këto hadithe kalohen çish kanë ardhur. Tasliman wa ta'atan, duke u nënshtruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Sufjan al-Thauri kur e ka lexuar njërin hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men ahlafa bi ghayri llahi faqad ashrak, kush ban bej pos dikun tjetër pos Allahu xhallahu ala, vetëm se ka bërë shirk, i ka thonë, o Eba Abdillah, shirk të madh është i vogël. A nervozu Sufjani, a nervozuar. Pse? Ka thonë, lexoj hadithin që ka ardhur mos vet, se me pas dash pejgamberi me kish sharua shirk i madh, shirk i vogël. Dhe pse është për qëllim shirk i vogël? Mirë, po ka thonë mos vet. Pse? Pejgamberi don me nejt doza e frikës të njerëzit e madhe. As shirk vogël mos me bë, se njeriu nëse e ban adet shirkun e vogël, edhe shirkun e madh një ditë prej ditëve i dokët i vogël. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith tjetër, an-naihatu idha lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamati, vajtusja, ajo që la vajton. Pse vajtimi është për mëkateve të mëdha? Sepse bendesh me pajtimin me kaderin Allahu te bareke ve taala. Bendesh, apo njeriu do të më pajtu me çdo saktim të Allahu te bareke ve taala, se është kushti i 6 i imanit. En tu'mina bil qadari khairihi wa sharri, ti besosh kaderit khairit dhe sherrit. Njerëzit kur thonë cilat janë shtyllat e imanit, ti njefin apo, ama në praktik një musibet e dërmon krejt komplet. Edhe haron se en tu'mina bil qadari khairihi wa sharri, mi besu kaderit khairit dhe sherrit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shikoni dënimin e vajtusës. Ka thonë nëse vajtusja nuk pendohet para vdekjes, argument se nëse njeriu pendohet para vdekjes, Allahu xhallahu ala ja pranon pendimin. Tuqamu yawm al-qiyamah, ka thonë rinjallat në ditën e gjykimit, wa alayha sirbalun min qatran, i veshet një petk prej katranit. Ka thonë Ibn Qayyimi, me jashtue dënimin. Ajo është në zjarr, po edhe teshat i vishën prej zjarrit, që me kall komplet, me ju djeg shpirti, me ju djeg çdo send, çdo çelit që ka mundësi, mu djeg. Wa dar'un min jarb, dhe i vendohet një mburoj e hekurt, e cila ja ban zgjebën, ja shton smujën, e shtim u krujt. Maltretim bi maltretim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtë hadith që me i friksue besimtarët dhe me u largue vajtimit. Vajtimi është përmendja e cilësive të mira të njeriu pasi ka vdek. Ka kongshto, kujt diçka. Kjo është ndaluar në fenë Allahu te bareke ve teala, nga se dënimi është shumë i madh. Pastaj ka përmend një hadith tjetër hoxha nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
se një ditë prej ditëve në luftën apo në marrëveshjen e Hudejbjes, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është nisë me bë haxh, por është penguar nga ana e mushrikëve, sot Zeid ibn Khalid thot e falëm namazin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe u kthye kana pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që kishte rashi dhe tha: "Hal tadruna madha qala rabbukum?" Ju ka thënë sallallahu alaihi wasallam, a e dini çka ka thënë Zoti juve? Pejgamberi sa me ka pas një metodologji të mësimit, një herë ka vet sahabët. A e dini këta, a e dini këta, a e dini këta. Ibn Qayyimi ka thënë urtësia e kësaj është se njeriu kur është i angazhuar me tjera punë dhe t'ia kallzon një informat nuk e mend. Nuk e mend. Kur ta pyetësh, ja merr vëmendjen. Edhe ai koncentrohet me tije. Kur të koncentrohet me tije, edhe ja jep ti pastaj informaton ajo i jetë. Edhe pe kësaj na dietar kanë thonë, masa e gjan ma shumë përfiton për fetvave se sa për ligjëratave. Pse? Sa i kur të vjen me pyetje ka koncentrimin 100% te ty. Se don me ditë se çat pyetje çka të munue, çfarë përgjigje ka kjo. Dhe e mban menat fetva vite me radhë. Do sa ligjëratat si më. Pse? Se ai nuk e di mas pari çka ka mu ligjërue, as nuk e di se nuk ka qenë interesum sikur si ka qenë për fetvaja. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, ka thënë sahabët, Allah dhe pejgamberi e din më mirë. Qala, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu jalla wa ala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ka thënë sonte është bo njëri prej robëve të mi besimtar dhe njëri prej robëve të mi kafir. Fa amma man qala, tash e ka sqaruar se cili apo besimtar dhe cili apo kafir. Ai cili ka thënë mutirna bi fadlillah, ka rashi apo jena begatu me shi me mirësinë e Allahu xhalla wala wa rahmetihi dhe mëshirën e Allahu te bareke ve taala, fa dhalika mu'minun bi. Kjo është besimtar ndaj meje. Pra besimtari ja përkatson gjithat mirat Allahu xhalla wala dhe nuk përkatson dikujt tjetër. Nuk i përkatson dikujna tjetër, sikur që thonë njerëzit, mos më kanë filani se nuk isha him punë. Mos më kanë filani, unë jes pa buk. Mos më kanë filan puna, unë jes pa risk. Këto Ibn Abbasi ka përmend këto. Ka përmend. Edhe pse janë prej shirkut të vogël, po ku e dërgoi njerin? Shejtani punon me njeriu me shirkut të vogël, që kur t'i vjen në një moment i duhur, e gjun edhe ai e ban shirkun e madh. E gjun çatare edhe e ban shirkun e madh. Pastaj ka thënë Allahu te bareke ve taala këtë hadith kutsi, sa i përket atij i cili ka thënë mutirna bi nawi kadha wa kadha, jena begatu me shi për shkak filan yllit dhe filan yllit, fa dhalika kafirun bi. Kjo është kafir ndaj meje. Përkatësimi i begative duhet më kanë vetë përkatësim ndaj Allahu te bareke wa taala, fa dhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Kjo është kafir ndaj meje ndërsa i beson yjeve. Këto hadithe i ka pru hoxha në librën e tauhidit për me kristalizue besimtari besimin e tina. Qish me kristalizue? Gjdo begati qka e kije, fema bikum min ni'metin fe min Allah. Allahu Gjellu ka thënë, nuk e kini ju një mirësi vetëm së është prej Allah. Ska ndaj mirësi që e na e shijojna prej mendjes dhe fizikës dhe të mirave që e kena për rreth dhe dritës e sinë Allahu Gjellu dhe shivit e sinë Allahu te bareke ve taala e zbrit dhe ndjenjave dhe dashurijës të sinë Allahu Gjellu ka fut mes njerëzve e kështu me radhë prej të mirave të shumta. Këto janë kretë për Allahu te bareke ve taala, kretë për të mirave të Allahu Gjellu Andaj shirku i vogël, pse është quajtur shirku i vogël? Sepse njeriu fillimisht nuk ja përkatson të mirat atina, po her pas here thot mos më kon filani. E Allahu as ka se do. Komplet Allahu te bareke ve taala don me ja përkatsu të mirat atina. Andaj ka thonë elhamdulillahi rabbil alamin, ka thonë Ibn Qayyimi, elhamdu është çdo nimet, çdo falënderim, lavdatat më të mëdha që ekzistojnë, që fjala nuk mundet me ngërthi, janë vetëm për Allahun te bareke ve taala. Pastaj ka thonë kaptin tjetër, dhe me këta e përfundojna, ka thonë kaptin fjala Allahu xhalla wala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Kjo është ajet në surën Al-Baqara, ku ka thënë Allahu xhalla wala, dhe prej njerëzve ka që i dojnë të tjerë për Allahut sikur Allahut. Të tjerë për Allahut sikur Allahut.
Hoxha ka pru këtë kaptin si vazhdim se dashuria të cilën duhet me pas njeriu për hir të Allahut te bareke ve teala, zemra e besimtarit duhet më kon aq e musht me dashurinë ndaj Allahut te bareke ve teala që mos me mujt dëni dashuri tjetër me lëkund këtë dashuri. Mos me mujt dëni dashuri tjetër me lëkund këtë dashuri. Asnjë dashuri tjetër. Asnjë dashuri tjetër mos me lëkund dashurinë ndaj Allahut te bareke ve teala. Thot në tefsir ka thonë akhbara ta'ala anna man ahabba shay'an min dunillah kama yuhibbu Allahu fa huwa mimman ittakhadha min dunillahi andadan. Ka thonë në tefsir të këtij ajeti dietar, ai i cili e don dikant tjetër me Allahun. Pse me Allahun? Sa e do edhe Allahun. Ama ja ka bashkangjitur edhe dikant tjetër. Ki ka bo shirk Allahu te bareke ve taala. Adhe Allahu xhallahu ka thonë dhe prej njerëzve ka të cilët e dojnë dikant tjetër me dashuri sikur të Allahu xhallahu ala. Allahu shka sinon me këtë ajet me ta pastrua zemrën tonë prej dashurive tjera. Mos me lidh zemrën tonë me dashuri tjera, pos dashurisë për Allahun te bareke ve taala. Pastaj kanë thonë dietar, fa hadha niddun fil mahabbati la fil khalq wal rububiyya. Ka thonë kjo është ortakllok në dashuri, jo në krijim. Pra ai i cili e don dikant tjetër bashkë me Allahun, ai sot filani ka krijuar, as filani më furnizon jo. Po çka thot? E don me ta, i dredhët zemra sikur për Allahun te bareke ve taala. Pastaj ka thon qad ittakhadhu min dunillahi andadan fil mahabbati wat ta'zim, do sa shumica e njerëzve në këtë kaptin kanë defekte. Shumica e njerëzve kanë në këtë kaptin defekte sepse e dojnë dikant tjetër pas Allahut te bareke ve taala, po barabart me Allahun xhalla wala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithën se ka nxjerr Anas ibn Malik radhiyallahu an, ka thënë la yu'minu ahadukum, asnjëri prej juve s'ka besue hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Shikoni këtë hadith, se ne ka vazhduar si argumentim për se dashuria duhet të qenë e pastër dhe kristale vetëm për Allahu xhallahu ala, dhe nuk duhet asnjë dashuri tjetër me lëkund dashurinë pas ndaj Allahu te bareke ve taala. Dhe këto hadithe mujna me konkludue dhe me përfundue se dashuria dhe muslimani dhe islami s'pranojnë taklid, s'pranojnë pasim qarazi. S'ka mundësi hoxhën ti me dash më shumë se Allahu xhallahu ala. Momente që e ki vendos në i hoxh, krahas Allahu xhallahu ala dihet se devijimin e kitë sigurt. Devijimin e kitë sigurt, herë do kur do. Edhe hoxhën më të madh, nëse e do, edhe Imam Ahmedin, edhe Ebu Bekrin, edhe Omerin, nëse i do barabar me Allahun dhe pejgamberin, devijimin e kitë sigurt. Pse? Se ata janë njerëz. Ata janë njerëz, nuk janë të shenjtë. Vetëm Allahu xhallahu ala është i shenjtë. Dhe ata ka shëntruar Allahu xhallahu ala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shikoni këtë hadith, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, asnjëri prej juve s'ka besuar. Ka thënë Ibn Taymija në koment, këtu patjetër është me kushzuar dhe me përkufizuar, ka thënë Ibn Taymija, këtu e ka për qëllim imanin e plot, imanin e obligum, jo esencën e imanit, jo esencën e imanit. Hatta ekune, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, derisa une të jem më i dashur tek ai min waladihi, se sa fëmiju i tina, më të dashurin e ka përmen, më të dashurin e ka përmen për njeriu, derisa të jem une më i dashur tek ai se sa fëmija i ti, wa walidihi, dhe prindi i ti, wa nasi ajma'in, dhe më i dashur se këtë njerëzi. A e dojnë në këtë dashuri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më shumë se këtë njerëzit? Çdo kush e di për vetveten. Çdo kush e din për vetveten. Dhe sa kjo dashuri si mundet më mat, ka thënë Allahu te bareke ve taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Nëse e doni Allahun, pasomni mua. Pasomni mua. Omer radhiyallahu an ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke ecë bashkë. Edhe pejgamberi sa i ka thonë, ja Omer, cili prej njerëzve është më i dashur tek ti? Ka thonë, ti ja Rasulullah pas vetvetes time. Ti mas vetvetes time. Ka thonë, Allah Omer, Allah s'ka në plotësue. Allah s'ka në plotësue. Dhe është nalë Omeri dhe ka mendue. Dhe në moment Allahu xhallahu ala ka rrit imanin, që kanë thonë dietarët, ka thonë, ja Rasulullah, vallahi ka thonë, ti je më i dashur se sa vetvetja ime. Edhe unë jam kurban për tije. Fida'an lak.
jam kurban për tije. Kurban shka do me thonë, shpirti jam a për tije, qom ku dushun e vdes për tije. Por hitë Allahu te bareke ve taala, më mirë po me urdhrin tanë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sinu me këto hadithe, me kristalizue dhe me shërënjohës do dashuri tjetër e cila mundohet me rivalizue dhe me i bëhen luftë dashurisë për hir të Allahut te bareke ve taala dhe dashurisë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e ka pranuar një hadith tjetër hoxha, Allahu më shiroft, dhe me këtë e përfundojna, ka thënë alaihi salatu wassalam, thalathun men kunna fihi, tri sende apo tri veçori, tri karakteristika apo cilësi tek ai i cili gjindën wajada bihin halawat al-iman, e gjen me ato tri sende ëmbëlsinë e imanit. Dhe njerëzit smunën me gjetë ëmbëlsinë e imanit sepse kanë defekte këto sende. Nësa Ibn Taymija ka thonë, ky hadith argumenton se imani ka ëmbëlsi. Ka ëmbëlsi. Edhe ka fol Ibn Qayyimi se si shtohet ëmbëlsia e imanit. Dhe këtë muhabetin e ka silë rreth këtyre tri sendeve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e para, en yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Që me qenë Allahu dhe i dërguar i ti më të dashur tek ai se çdo send tjetër. Rregull e përgjithshme, pa lajka dhe pa servilime. Allahu dhe i dërguar i ti. Ku janë të tjerët? Masamen avin. Njëherë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtu hinë këtë komplet tjerë. As sahabët nuk hinë këtu, as hoxhallarët nuk hinë këtu, as dietarët nuk hinë këtu, me çdo respekt për çdo kanë. Ata nuk mujna mi mri mas pari. Çka thoni Ibn Qayyimi? As nuk mujna mi mri se kanë kalue, ka volos Allahu me xhenet për ata. Mirë, po na duhet me dash Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas shumti. Dhe na me këtë cilësisë provojmë për ditë. Pastaj ka thonë, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dhe dita cilësi dhe mos ta doje njeriu vetëm për hir të Allahu xhallahu ala. Nëse do dikan, nëse nuk e di se i të dash për hir të Allahut, mos e duj. Se sigurisht se si të dash për Allah, i të dash për në interes. Sigurisht. Nëse se di edhe për çka të bashkue, edhe nuk e di shkaku i bashkimit me ta, po di se nëse nuk është Allahu shkaku i bashkimit, është të bashkuar diçka çka një ditë ka mu kaput. Siç ka thënë Allahu te bareke ve taala, el akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqun. Dashamirt, dostllart, ata që janë dashur në mes vetë në këtë dunjë, yawma idhin, ditën e kiametin, ba'duhum li ba'din adu. Njëri tjetrit janë armiq, kanë me shanë njëri tjetrin, madje kanë me mallkua njëri tjetrin. Wa qalu rabbana, o Zot, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Rabbana, ka thonë, o Zot, na devijun të partë tonë, neve dhe djetartë na devijun, shto jau dënimin. Allahu xhelalu ka thonë, veli kullin dha'f, ditë e keni difishum, walakin la tash'urun, ama ju nuk e ndjeni se e keni të difishum. Pse? Sepse nuk e kanë kristalizu imanin për hitë Allahu te bareke ve taala, sepse ju ka përzi dashuria, dërsa dashuria është sendi më i pa kontrollum, se zemra ka lëviz. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin se ne ka transmetuar Anas ibn Malik, ka thonë, e kum dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke shpeshtuar një dua, duke thonë, Allahumma ya muqallibal qulub, o Allahu jam, o ti i cili i lëviz zemrat, i rrotullon zemrat, thabbit qalbi ala dinik, forco ma zemrën teme në fejen tone. E pse ka thonë këtë dua? Se kjo sillet. Andaj njeriu subhanallah sot është musliman, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Sabahi e musliman, akshami kafir. Akshami musliman, sabahi kafir. Allahu na rujt. Zemra dridhet dhe rrotullohet. Sendi më i kontrolluar është dashuria. E si ka mundësi besimtari me net i qetë? Si ka mundësi besimtari me net i qetë? S'ka mundësi. Dhe të takoj Allahun te bareke ve taala dhe t'ja vërtetoj Allahu xhallahu ala se ki qenë në rrugën e drejtë dhe ki pas dashurinë kristale për mua. Andaj mos lidh lidhje pos parit Allahu te bareke ve taala. Dhe e treta cilësi është wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Këtë cilësia e tretë. Dhe këta duhet me zhvillu shumë në zemrat tona.
Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, nëse don me shijue ëmbëlsinë e imanit dhe ta urreje njeriu kthimin në kufër pasi Allah e ka shpëtuar. Dhe këtu duhet me përmend një dobi. Ku kanë përmend dietarët pse sahabët janë më të mirë se tabiinat. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë më të mirë se tabiinat, ndërsa tabiinat s'kan bërë shirk kur. Sahabët kanë qenë mushrik dhe kanë bërë këqija, kanë bërë mëkate. Allahu xhallahu ala e ka përmendur se ju një kohë të devijum. Allahu ju ka uzu, "Famanna Allahu aleikum idh hadakum ila al-islam." Allahu ju ka dhënë të mira kur ju ka uzuar juve. Kedhalika kuntum min qabl. Sahabët kur janë lavdruar ndonjëherë me disa njerëz dhe kanë shpejtuar ndavet. Ka thënë Allahu xhallahu ala, mos e shpejtoni se ju një kanë devijum në ditë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmend këta. Andaj dietar kanë thonë, vlera e sahabeve me tabiinët pse është më e madhe, kurse këto janë kon të pastër, tabiinët kur s'kan bërë shirk, a këto kanë bërë shirk, sepse këto e kanë urrejt mu kthi në kufër më shumë se sa këto tjerët. Edhe këto e kanë urrejt mu kthi në kufër, ama jo se sahabët. Se sahabët e kanë shiu idhtinën e kufrit, e dinë të keqen. Andaj një njeri që e ka shiu gjahilijetin shumë më shumë e vlerëson islamin. Ata dhe se rritën me tradit në islam, isha se bajnë hajgarë dhe përfundojnë si renegat Allahu në rujtë. Se vlerësojnë fejnë Allahu te bareke ve teala. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, nëse don me shijue ëmbëlsinë e imanit, duhesh me urrejt mu kthien çat gjendje që i kanë, pasi Allahu të ka shpëtuar, pasi Allahu të ka cilësit, dhe të ka kuptuar se ki Allah dhe ki mu kthit Allahu, duhesh me urrejt mu kthin gjendje të cilën ke qenë. Çfarë urrejti me pas? Kema yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Sigur që e urrejn me shtinzar. A ki dëshirë me shtinzar? Ja, nuk ki dëshirë, me një largohesh. Pi largohesh. Kështu dush më largue prej kufriateve dhe me urrejt më këthije në kufër. Nësa në di rivajet tjetër të ne kanë zirë Bukhariu në një liber tjetër, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yajidu ahad halawat al-iman hatta, dhe ka përmend hadithin, ka thonë s'ka mundësi me gjetë njeriu ëmbëlsinë e imanit derisa të ketë këto trilësi. Edhe njëri përsëriti e para ka më dasht Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se gjithçka. E dita është mos me pas dashuri dhe lidhje dashurore me dikan dhe lidhje të ndërsjellët me njerëz pas nëse është atë Allahu te bareke ve teala shkaku kryesor i dashurisë, se për ndryshe interesi kur të përfundon edhe dashuria. Siç ka thënë Allahu xhallahu ala për qafirat, të cilat qafira mendohet se janë të bashkuar apo. Allahu xhallahu ala ka thënë në sura Hashr, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ti mendon se janë bashk, wa qulubuhum shatta. Nësa zemrat i kanë të përqame. Na mashtromi për asaj për jashtë. Koalicione, kur ta dishka, lidhje të shteteve të bashkuara. Mirë pa Allahu xhallahu ala ka tregu një realitet tjetër, shka ta se tregoj. Wa qulubuhum shatta. Mrejna urejën. Urejt e kanë. Pse? Se sa to s'duhen për Allahu xhallahu ala, po duhen për interesat të caktume të kësaj dënjaje, kjo dënja është e mallkume. Para me në njeriu me lidh shkakun e lidhjes me njerëz me nisan të mallkum, shumë keq është. Edhe ajo lidhje është e mallkume. Dhe e treta është që me urrejt njeriu mu kthie në kufër. Lusim Allahun xhallahu ala që të na mundsojë me shijue imanin, që ta dojnë Allahun te bareke ve teala dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si askush tjetër, dhe na mundsojë Allahu xhallahu ala mi pas lidhjet tona për rit Allahu te bareke ve teala dhe me zhvilluar dashurinë për rit Allahu xhallahu ala dhe me urrejt mu kthie në kufër. Lusim Allahun xhallahu ala që të na mundsojë me mësue fejen, që e ka mësue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Xhibrilit, e sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dietar pas dietari derisa kanë transmetuar deri tek neve dhe me komunikuar këtë fetë e pastër te Allahu te bareke ve teala, dhe Allahu xhallahu ala mëson me pas përfundim të mirë. Sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi.